thot ai me këto, si me thonë, ofertat për testim, ose me provu dëshmon jo seriositet. Njaq kurse fakti që e çon dorën parlament, merr vendime si deputet, edhe shkon e çon dorën qeveri. Besoni është kriminale. S'mundet deputeti që voton në emër legislativi, me shku me votu edhe atje, me marrë vendime. Besoj që ti po i zbulohet mashtrimi, se ky është në origjinë mashtrues, po i del mashtrimi, se ka shumicën, edhe po manovron me këto. Ne i kemi jep zgjidhje Kosovës, jo ati, dhe në fundit jo vetë vendosjes, duke premtu votën tonë që në ditën e parë, seancën e parë, për kandidat konsensual. Nëse një ditë ka kandidat konsensual nga VV, ne e votojmë. Ndryshe është ka e torturon Kosovën, kuptohet, për me vashtu, me mbet, edhe deputet, edhe kryetar qeverie, jashtë që me lutën. Spari kjo me ngrit dorën në dy nëshane, kuptan edhe njerë, në Kosovë, pushtetit janë dara e lutën. Është ekzekutivi, legislativi dhe gjyqësori. Asë njeri nga këta tre, s'mund të ushton njëtën kohë dy pushtetet. Pra është ndalume. Me liqë, për ata, nëse je ministër, jep dorëheqje nga deputeti, dhe në ditën që je jep betimin, s'mund është me qenë ma, s'mund është me marrë vendim, s'mund e qenë dorën në qeveri. Në këtë rast, për mja shpigu qytetarëve, kushdo që është deputet, qofë se në shkëministë, qofë ministra, ka mujtë në heqë ushtu zëtyri i qeverisë. Zgjedhjet janë çdo herë zgjidhja. Mirë po është e dhimbshme, mos me implementu rezultatin zgjedhor që kemi tani, vetëm për shkak se ka fituar ai shumicën. Unë besoj kjo është ngjajshëm, si vetëvendosje ka kalu pragun, fal listës guxoje alternativesh, edhe kjo jona ashtu është. Pa alternative në listën guxoje vetëvendosje se kish kalu pragun. Rafrimin me zotin Limaj si e sheni? Kemi thonë ma herët, ai ka bënë përpjekje më të madhe të mundshme me mbet në pushtet, edhe nuk do të ketë më asnjë kufi, një ditë shifne me kënd tjetër ka me u parafru, që ai do në mbet në pushtet. Faleminderit shumë, shije prapë.